Në ditën e dëshmorëve u përkujtua me solemnitet sakrifica e 231 efektivëve të rënë në krye të detyrës në radhët e policisë së shtetit, duke rikthyer në vëmendje kontributin dhe përkushtimin e tyre në mbrojtje të rendit dhe sigurisë publike. Gjatë ceremonisë përkujtimore, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Skënder Hita, u shpreh se 5 maj nuk është thjesht një datë kalendarike, por një moment e reflektimi për çdo punonjës policie. Ai e cilësoi uniformën si një betim që ndan jetën e zakonshme nga sakrifica në shërbim të qytetarëve. Për çdo punonjës policie sot kjo ditë është edhe pasqyrë, edhe thirrje. Pasqyrë për të parë se çfarë peshë ka uniforma që ne mbajmë. Dëshmorët tanë na mësojnë se uniforma nuk nderohet nga grada, por nga karakteri. Nuk ndriçon nga metali i stemës, por nga morali i njeriu që e mban. Nuk bëhet e shtrenjtë nga ceremonia, por nga gatishmëria për të qëndruar aty ku rreziku është më i madh se frika. Në emër të policisë shtetit, sot shpreh përuljen më të thellë për të gjithë punonjësit e policisë që dhanë jetën në krye të detyrës. Por ata u nisën në mëngjes me uniformë dhe nuk patën kohë të thoshin lamtumir, por u kthyen në përjetësi me flamur, duke lënë pas një mesazh që nuk shohet, se detyra kur vishet me ndershmëri bëhet më e madhe se sa jeta. Ceremonia u zhvillua në ambientin e Akademisë së Sigurisë, ku morën pjesë përfaqësues të Ministrisë së Brendshme, drejtues të institucioneve në varësi të saj, efektivët të policisë së shtetit, si dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare që asistojnë punën e policisë shqiptare. Të pranishëm ishin gjithashtu familjarë dhe të afërm të efektivëve të rënë, për të cilët kjo ditë mbetet një kujtesë e dhimbshme, por edhe një moment krenarie për sakrificën e bërë. Në përfundim të ceremonisë, pjesëmarrësit vendosën kurora me lule në memorialin e ngritur për dëshmorët e policisë, duke nderuar kujtimin e tyre dhe duke ripohuar angazhimin për të vijuar misionin në shërbim të qytetarëve dhe ligjit.